Media digjitale. Smartphone-et, tabletet, kompjuterët dhe televizori i përkasin jetës sonë të përditshme. Si përdoren këta, kjo duhet të mësohet që nga fëmijëria. Si prindër ju e ushtroni me fëmijën tuaj sjelljen e drejtë në qarkullimin rrugor. Bëni këtë edhe në botën digjitale. Fëmija juaj ka nevojë për shoqërim. Fëmijët deri në moshë 6 vjeç nuk mund të dallojnë akoma midis realitetit dhe fantazisë. Për ata, paraqitjet në filma dhe video lojra janë autentike. Prandaj krijoni një përfytyrim të vetë. Si reagon fëmija? Nëse ai duket i shqetësuar, i friksuar ose i nervozuar, përmbajtja është e papërshtatshme, pavarësisht nga rekomandimi për moshën. Nga ana tjetër, të shikoni një film ose të luani së bashku mund të krijojë shtendosje dhe afërsi. Kjo mund të jetë e lezetshme ose tërheqëse. Fëmija juaj vëre, ndjenjat janë pjesë të kësaj, ata mund të ndahen dhe mund të flitet për këto. Bëhuni një shembull. Për fëmijët në moshën 2 vjeç, Organizata Botërore e Shëndetësisë (OBSH) këshillon të mos rrinë para ekranit. Për fëmijët në moshë 2 deri 4 vjeç, ajo rekomandon 5 deri 30 minuta në ditë. Fikni ekranin nëse ju flisni ose luani me fëmijët gjatë ngrënies, dhënies së gjirit ose para shtrimit për të fjetur. Lërni celularin tuaj më shpesh më një anë, në mënyrë që të mos zërë shumë hapësirë në jetën e përditshme. Përveç kësaj, fëmija juaj ka nevojë për lëvizje të përditshme dhe mundësinë që të luajë brenda dhe jashtë, mundësisht edhe me fëmijët të tjerë. Ai mëson më së miri nëse ai mund të përjetojë dhe eksplorojë diçka vetë. Kjo kërkon këmbgulje dhe nganjëherë është e mundishme. Edhe mërzia është pjesë e kësaj. Fëmija qetësohet gjatë kësaj dhe bëhet krijues. Në shkollë, fëmija juaj motivohet më mirë nëse ai tashmë ka mësuar që mundi ja vlen, edhe pa shpërblim të menjëhershëm si në video lojra. Ai edhe mund të pranojë më lehtë të bëjë një detyrë dhe të punojë më gjatë në atë, gjë që e nxit suksesin e të mësuarit.